Gusha e varur, shkaqet dhe si ta largoni atë. Një gushe e dhjamosur mund t'jetë për shumë arsye. Lajmi i mirë se mund të bëni diçka dhe metodat e ushtrimeve të mira për të hequr atë janë të thjeshta. Gusha e dhjamosur është një përzgjedhje indit yndyror në lëkurën e tepërt që vërehet në qafë. Kushdo që mendon se është rezultati i shtimit të peshës e ka gabim. Edhe njerëzit shumë të dobët mund të kenë një gushë të varur. Lajmi i mirë është se ju mund të luftoni gushën e varur me një masë të caktuar. Nëse problemi është gjenetik, zgjidhja e vetme është zakonisht kirurgjia, por fillimisht duhet të provoni këshillat dhe truket e vogla. Ushtrimet specifike të fytyrës dhe jogat e fytyrës përmirësojnë shpesh kur bëhet fjala për heqjen e qafës gushës së dhjamosur. Fatkeqësisht nuk është aq e thjeshtë, sepse muskujt e forcuar të qafës nuk eliminojnë automatikisht yndyrën. Kur vjen puna te gusha, duhet të përdorni një lloj ushtrimi rrotullim të qafës dhe kështu do ta keni më të lehtë duke përsëritur 5 deri në 10 herë në secilën anë. Gjithashtu edhe pozicionin ulur edhe pozicionin e ushqimit duhet ta përsërisni.